Emri dhe fama e Gjergj Kastriot Skënderbeut e kthyen e heroin në një referencë historike dhe element identifikimi kombëtar e kulturor për shqiptarët e të gjitha kohrave, të gjitha viseve e të gjitha besimeve. E provon këtë Arvaniti Gjon Herakli nga mani i Peloponezit, i cili në vitin 1557 mburej përpara papës se ishte kushëriri i Gjergj Kastriotit. E dëshmojnë atë krerë të arbrit të jugut që në 1577 i prezantoheshit papës Gregor të 13 si bashkëkombës të mbretit tonë Skënderbe. E dëshmojnë po ashtu pjesëmarrësit e kuvendit të Dukagjinit në vitin 1602, të cilët betoheshin të rifitonin lirinë e dikurshme që gëzonin në kohën e princit të tyre Skënderbe. E dëshmon organizatori i paepur i kryengritjeve anti-osmane Mark Gjini, që nuk linte rast pa kujtuar që gjyshi i tij kishte luftuar në urdhrat e Skënderbeut. Shumë të vështirë e patën pasardhësit e kastriotëve, të cilëve, përveç privilegjit si trashëgimtar të emrit e të lavdisë së heroit, u binte edhe bara e rëndë e matjes së bëmave të tij. Në fakt, asnjë prej tyre nuk e pati gjeninë e Skënderbeut e nuk u ngrit dot në lartësinë e kryetëparit. I biri i Gjon Kastrioti në vitin 1481 u dërguar në Shqipëri nga mbreti Ferrante i Napolit për të ndezur aty zjarrin e kryengritjes anti-osmane, por dëshmitë e kohës heshtin për të. I biri i Gjonit Gjergj Kastrioti i dytë tentoi të shkëlqejë aty ku kishte shkëlqyer gjyshi i tij legjendar e ku në vitin 1481 kishte dështuar i atij, por ky Gjergj qëndronte shumë larg Gjergjit të parë. Ndër pasardhësit e Skënderbeut në diasporën italiane, më i denjë për emrin e lavdishëm që mbante, edhe pse nuk i përkiste linjës së drejt për drejt të familjes, ishte Alfonsi, markezi i Tripaldës. Në zonën e Labërisë e të Himarës e njihnin mjaft mirë dhe akoma në vitin 1566, rreth 20 vjet pas vdekjes së tij, krerët e atyre viseve kujtonin fatlumin markez të Tripaldës. Por djalin tij Antoni, i cili fal martesës fatlume të tij, mori edhe titullin e dukës së Ferradinës, qëlloi edhe ai djali plankprishës i familjes. Pasi e shkryu pasurinë në festa mondane duke bredhur në përbot, gjeti vdekje në Venecie gjatë karnavaleve të vitit 1549. I gjori shkëlqeu me bukurinë e zhdërvjelltësinë e tij gjatë garës me kuaj në sheshin San Stefano, por në fund të saj guxoi t'i hedh një kompliment paksa të guximshëm një damigjele veneciane, buri i të cilës në zënke si për e goditi për vdekje me shpatë. Kjo vdekje tragjike në karnavalet veneciane do të mbyllte në mënyrë melankolike historinë e kastriotëve të Italisë, atë të denjë për t'u përjetësuar. Ndërkohë kanë munguar të dhëna për pasardhës eventual të kastriotëve në Shqipëri. Në fakt, pas plojës që Skënderbeu kishte shkaktuar mbi turqit osman, aty nuk kishte vend për kastriotët. Flitet për ndonjë pinjoll të tyre që u kaloi në islam dhe u humb në masën e të paemërve. Megjithatë, dokumentet të viteve 1601-1605 të arkivit të Veneciës, të gjetura së fundi, na njohin në Dalmacinë veneciane me një pinjoll të panjohur të kastriotëve. Bet fjalë për Francesc Kastrioti, në emri të cilit dokumentet e japin Francesco Castriotto e ndonjëherë edhe në forma akoma më shqipe, Francesco Kastrioti. Ky përmendet si kapiteni shquar në shërbim të Venedikut me rastin e luftës që Republika u shpalli uskokëve. Në vitin 1601, vendin e kapitenit të luftës kundër uskokëve e mbante shqiptari Pal Gjini me gradën gjeneral. Pikërisht në urdhrat e tij, kapiteni Franco Kastrioti si dhe kapitenët e tjerë, gjithashtu shqiptar. Mes aksioneve të tyre bëri buja ai maj të vitit 1613 kundër një bande uskokësh, të cilët më herët kishin sekuestruar një anije tregtare veneciane. Nga këto pak të dhëna, mund të themi me siguri që në kapërcim të shekullit e 16 dhe 17, pinjolli i kastriotëve kapiteni Francesco Castrioti pati një rol parësor në këtë faqe të historisë shqiptaro-adriatike që zgjati për gati 2 shekuj, por për momentin njohuritë tona do të ndalen